Ai që ka formuar shtërinë çlirimtare, që na një mungesën e tina, tash jena para festës 17 shkurtit, që gjithë jena nuk e dim se festë derisa ai të lirohet. Ose i përket kushteve gjatë luftës dhe mësimdhënia, çush ka qenë, cilat kanë qenë ato rreziqet për me ushtru ndoshta këtë detyrë, me jap mësim? Rreziqet kanë qenë të mëdha, se dihet që ka qenë okupuesi këtë. Unë të kaluamën kam punuar në fshat ofër neve vojnik. Shpesh herë më kanë ndalë në rrugë policia, ku po shkojnë qëso maltretime. Ndoshta e ka vlet kjo, marr parasysh që e keni ushtru këtë detyrë dhe ato amanetin ndoshta që e keni pas gjithmonë për me mësu nxënësit e keni çu deri më. Për ata jam krenar, një krenar që kum pas mundësi se ndoshta edhe mësues të ri që e bojnë këtë punë, po nuk është koha, tash na kena pas fatin për jam krenar edhe si jam qësh me thonë pishmon atë punë heq. Jo dhe sot e kësaj dite ushtroni pikërisht këtë profesion. Sa është dallimi i nxënësve atëherë dhe tash, sa ka respekt këto gjeneratat e reja, sa ka qenë respekti dikur më i madh? Unë besoj respekti ka qenë edhe atëherë, edhe tash është respekti të mësuesit. Është lidhja nxënës mësimdhënës është shumë e mirë. Po jo e përmendet edhe ish presidentin Hashim Thaçi, po sa ka vlerë ai për juve si fshatar edhe si kujtoni ndoshta ato sakrificat që ka bërë ai pikërisht për këtë vend edhe për Kosovën? Na jena mirënjohës, edhe besoj ai që është shqiptar, që njën vetën shqiptar, duhet me qenë mirënjohës në punën e tina, që ka bërë edhe shumë djelëve tjerë. Onë në Kosovës. Çka uronin prej sot e kësaj dite, çka uroni për Hashim Thaçin, për fshatin Buroj, çka uroni? Na si bashkëfshatarit tina, kemi dëshirë që e presim ai të shpollit i pafajshëm edhe kthehet me kry lartë. Se për mua është, unë e di që ai nuk është fajtor edhe besoj 100% që ai do të kthehet. Bujqësia dhe blegtoria kanë qenë ndërveprimtaritë kryesore që kanë mbajtur gjallë jetën në fshatin Buroj ndër Breza. Përmes punës së palodhur dhe përvojës së trashëguar, banorët kanë siguruar jetesën duke ruajtur një lidhje të fortë me natyrën dhe tokën. Selim Ukshin Zeqiri, pavarësisht moshës së shtyer, vazhdon të merret me